Po gjithsesi unë e kam thonë këto qysh një anar, kjo është një lojë politike e pa drejtë e Albin Kurtit. Më thonë, ai nuk donë me qeverisë, më thonë, ai donë derisa ai është në pozit, pra vetëm e ka pushtetin, lufton për pushtet, jo për shtet, jo për qytetar, pra i përdor qytetarët për pushtet. Pra na flet palavra, na flet të pavërteta, edhe vazhdon me majt pushtet, edhe vazhdon me kriju këtë blokad të qeverisë, qysh e ka bloku vitin e kalum rreth ma shumë se një vit, tash vazhdon me bloku prap me zgjedhje të panevojshme, po them të cilat vet i ka kriju, pra ka mujt me gjithë zgjedhje, ka pas 51% të votës së qytetarëve. Pra i shfrytëzon qytetarët për me majt pushtet. Nuk e shfrytëzon pushtetin për me ndihmu qytetarëve.